Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim për frutin e një peme shumë të dashur për njerëzit, shumë të shëndetshme, që është njëkohësisht edhe simboli i bollëkut dhe i jetëgjatësisë. Arra, me emrin e saj Juglans regia, që e ka marrë këtë emërtim për një fakt shumë të rëndësishëm. Pra, emri Juvis glans është e ngjashme me lajthin ose fruti i Jupiterit, ndërsa regia mbretërore. Pra është një frut që në atë periudhë ajo përdorej më shumë për mbretërit. Lindi në zemrën e maleve të Azisë, aty ku erërat e lashta bartnin farat e saj nga një lugi në tjetrën, dhe kështu pak e nga pak filloi që të përhapej nga Azia edhe në vendet e tjera. Pjesa e frutave ose nga pyjet e Persisë deri në brigjet e Mesdheut, kjo udhëtoi së bashku me karvanet e mbretërve, me tregtarët, duke mbartur në guackën e saj historinë e qytetërimeve të lashta. Arra quhej fruti i Jupiterit, arra mbretërore, por mbi të gjitha mbeti simboli i urtësisë, i bollëkut dhe i jetëgjatësisë. Është bima që ruan në zemrën e saj kujtesën e historisë së brezave. Një bim are mund të jetojë, një pemë are mund të jetojë deri në 500 vjet. Dhe kjo mund të themi është me të vërtet një pemë fisnike, që një nga pemët më fisnike që ka njohur njerëzimi. Pema që përdoret nga njerëzit, që nga sythat, gjethet, lastarët, gjithçka, pra mund të themi që nga sythat, që nga gjethet e saj, lëkura e arrës, druri i saj. Druri i arrës së vjetër është nga më të mirat për përgatitjen e mobiljeve. Kokrat e pjekura të arrës janë një ushqim i shëndetshëm dhe i pazëvendësueshëm për trurin. Gjithçka që nga vathës e ato lulet mashkullore e deri tek lëkura e rënjës dhe tek rënjët e saj. Pra, frut që gjithçka e ka të dobishme për njeriu. Dhe lulesat mashkullore të saj janë ato, si thuash, ndër të parat që na lajmërojnë ardhjen e pranverës. Po çfarë ka në brendësi të këtyre gjetheve? Së pari, flavonoidet, ku në brendësi të tyre ndodhen quercitin, kaenferol, myricene, glikozide e të tjera. Acidet fenolike, e në veçanti ferulik, kafeik, elagjik, që ndodhen në brendësi të saj, i japin një rëndësi të veçantë në përdorimin e njeriut. Përveç kësaj, taninet, ku janë më të rëndësishme të galotaninet dhe elaksitaninet, janë ndër ato komponent kimik që i japin gjethes së arrës vetit rrudhëse të saj. Vajrat esenciale, që me gjithë se janë të pakta në sasi, pra mund të na shkojnë deri në 0.1 deri në 0.12%, shquhen për përbërësit kimik si alfa-pinen, beta-pinen, limonenet, të ngjashme si thuash me ato esenca që vijnë nga pisha bredhi dhe nga limoni. Një kombinim i tillë të ndihet që në përzierjen ose në dëmtimin e këtyre qelizave që ne mund të bëjmë, dhe kjo na jep atë aromën karakteristike të saj, dhe njëkohësisht këtu në brendësi të gjetheve neve gjejmë një aromë të veçantë që ngjan me juglonet. Është një përbërës kyç bioaktiv me vekti alelopatike. Çfarë kuptimi ka kjo? Të gjithë ata që qëndrojnë në hijen e arrës ndihen sikur ju dhëm koka, sepse në sajt të këtij përbërësi kimik të juglaninës, ajo me të vërtet kjo hija e rëndë e saj i atribuohet këtyre përbërësve kimik, dhe kjo hije e arrës është aq e rëndë sa që edhe barin që ndodhet poshtë kurorës së saj, mund të themi që e thanë atë plotësisht. Vetit antioksiduese të arrës i atribuohen flavonoideve, polifenoleve, atyre acideve organike që unë përmenda, vitaminës A, acidet yndyrore, kryesisht acidi linolenik që ndodhet tek frutat e arrës, që kanë
sa veti tretëse për organizmin, po aq edhe tonifikuese, po aq edhe rigeneruese të lëkurës së irrituar, po aq edhe përmirësues të qarkullimit të gjakut në sistemin e tretjes e kështu me radhë. Le të marrim për shembull, të përgatisim një çaj me gjethet e arrës, duke marrë afërsisht një gjethe të tillë, e shikojmë nëse ka diçka të huaj ose jo, nëse gjethja është e pastër dhe do ta përgatisim për shembull në këtë mënyrë. Një gjethe afërsisht shkon një lugë gjelle, sidomos kur kjo është e qarë. Pra, ja. Kjo ka afërsisht një lugë gjelle dhe ka vetin që të na japi në afërsisht 200-250 ml çaj, ujë të nxehtë, një çaj të këndshëm. Mundet që në brendësi të çajit ne të hedhim edhe meset e arrës. Pra, nëse ne do të thyejmë kokrën e arrës dhe në brendësi të saj është një fletë e hollë, edhe kjo mund të hidhet në çaj afërsisht një lugë gjelle. Gjethet e çajit që ne do të përdorim janë tonifikuese dhe shtojnë shumë mirë nxitin, si thuash, tretjen dhe ashqitjen. Ka një veprim febrifugues, që do të thotë të rikthej temperaturën e trupit. Ka shumë njerëz që edhe në vapën e gushit ai ndjen të ftohtë. Ka shumë njerëz që edhe në ambientin e kuzhinës, kur temperatura është e ngrohtë, ata ndjejnë të ftohtë. Atëherë, këtë rregullim e bën gjethja e arrës, çaji i gjethes arrës, duke përmirësuar sa funksionin e mëlçisë, po aq edhe funksionin e gjendrës tiroide. Gjethet e arrës rregullojnë shumë mirë menstruacionet, sidomos tek ato femra që me ciklin menstrual e kanë me dhimbje të forta ose kanë një çrregullim të ciklit. Ndikon shumë mirë në balancimin e tensionit të gjakut dhe ndihmon më së miri në uljen e nivelit të lartë të sheqerit, pra është hipoglicemik. Këtë funksion më së miri e kryejnë flavonoidet, duke rritur dhe duke përmirësuar cilësinë e insulinës që prodhohet nga pankreasi dhe kjo të shërbej tamam si çelës për të hapur, si thua, ato qelizat për të djegur karbohidratet, sheqernat në qeliza. Ka veti keratinizuese të dobishme pra për trajtimet e ekzemave. Pra, nëse kemi çarje plagësh, nëse kemi ulçra të lëkurës, skuqje në tërësi, kjo bim fal edhe disa mikroelementeve që ndodhen, sidomos unë e përmenda vitaminën E, përmendim këtu edhe zinkun dhe bakrin, përmendim edhe fosforin që na ndihmon, ka sidomos zinku, ka një rëndësi shumë të madhe në dermatologji për lëkurën, por kjo përmban fosforin, kaliumin, i cili është një balancues shumë i mirë i tensionit, duke nxitur dhe duke ruajtur atë raportin e ujit në organizëm, kalciumi që na jep një efekt shumë pozitiv në forcimin e kockave dhe shumë e rëndësishme është prania e një aminoacidi esencial e quajtur L-arginina, shumë e rëndësishme për shëndetin e arterieve tona. Çfarë kryen kjo? Çfarë funksioni? L-arginina furnizon muret e arterieve me nitroksid, një substancë që parandalon arterosklerozën. Pra, si thuash, duke marrë frutin e arrës, duke marrë vajin e frutit të arrës, ne marrim nga kjo arginina e cila na ndihmon në pastrimin e këtyre pllakëzave arterosklerotike. Po cila do të jenë mënyrat farmaceutike të përdorimit të saj? Për shembull, nëse ne do të marrim afërsisht 20 gram gjethe dhe t'i zijim 2 minuta në 20 gram gjethe, mund të themi janë afërsisht 4-5 të tila. Dhe t'i zijim në 1 litër ujë, e lëm të ftohet çaj dhe nga kjo mund të pihen 2 deri në 3 gota në ditë. Për të gjitha ato problematika që unë i përmenda më sipër, përdoren 2 deri në 3 gota në ditë, të ëmbëlsuara shumë pak me mjalt, ose nëse kemi glikon e arrës, që ne do ta shpjegojmë më poshtë, mund ta ëmbëlsojmë çajin me pak shurup arre. Për sa i përket përdorimeve të tjera dermatologjike, pra ekzemave, eritemave të ndryshme, kruari e kështu me radhë, atëre çajin për të larë trupin
ose duar që kruen, mundet që ta shtojmë pak si bim, ta bëjmë jo më 20 gram, po deri në 30 gram, ta zim 3 deri në 5 minuta, në mënyrë që ne të marrim sa më shumë tanine nga këto gjethet e arës, dhe sa më shumë nga ato flavonoide dhe acidet organike që unë përmenda, dhe me këtë çaj shplajmë lëkurën e irrituar 1 ose 2 herë në ditë. Mbi të mund të vendosim edhe ndonjë krem bimor, kryesisht ndonjë hidratues ose ndonjë vaj tjetër, për shembull, që shumë mirë do të ishte edhe vaji i arrës për përdorim të jashtëm. Gjethet e thara të arrës, neve i thajmë në periudhën, pra gjethja vilet afërsisht fundi i qershorit deri në 15 korrik. Atëherë është koha më e mirë që në gjethet të na depozitohen të gjitha ato antioksidantë që nga flavonoidet, që nga acidet organike, edhe deri tek ato mikroelemente dhe vitaminat. Ky çaj që neve po e shohim tash, që po merr pamjen e një ngjyre floriri të lehtë, është çaj nga gjethet e arrës që pihet sa për të më rregulluar funksionin e mëlçisë, po aq edhe për sistemin e tretjes, po aq për të më rregulluar dhe temperaturën nëse trupin e kam si të ftohtë, ose në rastet e çrregullimeve hormonale tek femrat, ose edhe në rastet e ndonjë ethe dhe dridhje të trupit. Ndërsa fruti i arrës është shumë i dobishëm për ushqimin e sistemit nervor. Mund të vazhdojmë më tutje. Përgatisim një tinkturë alkolike nga gjethet e arrës, duke marrë afërsisht 100 ml alkol. Për shembull, neve mund të hedhim 100 ml alkol dhe hedhim afërsisht 20-30 gram gjethe arre. Mundet të shtojmë, ndoshta, nëse do ta bëjmë me frutin e arrës së njom që e shpon lehtësisht piruni, atëherë mund të vepronim kështu. Këto janë fruta ende të pa kockëzuara. Nëse ne do të macerojmë frutin në alkol, do të marrim një ekstrakt arre i cili merr një ngjyrë të zezë, të errët, dhe do të shpjegojmë si mund të përdoret ekstrakti i frutave të arrës. Neve mund të marrim një lugë gjelle nga kjo tinkturë dhe do ta hedhim afërsisht në një lugë gjelle në një gotë me ujë. Nëse kemi ekstraktin e arrës, do të mbushim një lugë gjelle nga ekstrakti, e tresim në pak ujë dhe ky çaj mund të ëmbëlsohet pak me mjaltë dhe pihet. Mund të merren deri në 2 gota në ditë. Kjo është e para. E dyta, nëse ne do të marrim dhe do të ekstraktojmë gjethen e arrës, pra të marrim 20-30 gram gjethe arre, t'i vendosim në një kavanoz dhe do të hedhim afërsisht në të 100 ml alkol. E do të vëmë re që kjo, pra 3 gjethe afërsisht, mirë është që ta prishim pak strukturën e gjethes dhe në të do të hedhim alkolin afërsisht sa të mbulohen këto, ose rreth 100 ml. Ja. Kështu gjethet e arrës do të qëndrojnë të zhytura në alkol 12 deri në 15 ditë. Mirë është që her pas here ne ta përzijim kështu këtë gjethe, ta tundim në mënyrë që të nxisim çik atë reaksionin dhe ngjyra e gjelbër e errët të na vi, si thua, që brenda javës së parë. Nëse do të marrim gjethet e arrës dhe do t'i përdorim për diabetin, për tensionin, për luhatjet e temperaturës, për mëlçinë, stomakun, acarimin e bajameve, diaren, mungesë oreksie e të tjera, do të ishte e mjaftueshme që afërsisht ne të përdorim 2 gota në ditë nga 200 ml. Nëse do ta përdorim në formën e një ekstrakti, si kjo që unë përgatita këtu, afërsisht 2 gota të tilla. Ka plot njerëz të cilët kanë thinja ose zbardhje të flokëve. Atëherë çfarë mund të bëjmë praktikisht? Marrim afërsisht, hedhim në një gotë, për shembull, 30-40 ml alkol në 96%. Do të hedhim në të lëngun e një limoni dhe në të do të shtojmë afërsisht, le të themi, 200 ml ujë. Kjo përzierje
lihet kështu 3 ditë. Mandej fillojmë që sikur të lagim skalpin e kokës me këtë ujin. Dhe e lëm pas 3 ditësh, e lagim skalpin e kokës me lëngun e limonit, e lëm të thahet mirë dhe bëjmë një si masazhim, një si relaksim të flokëve dhe i lajmë flokët pas 1 gjysmore. Pasi thahet floku, marrim ekstraktin nga frutat e arrës. Për shembull, mbushim nga 1 lugë çaji, e hedhim në skalpin e kokës dhe do të vëmë re që pjesa që neve ngjyrosim, që e lagim me këtë ekstraktin e arrës, do filloj që të marrë një nxirje të lehtë. Këtë ekstrakt neve mund ta lëmë jo më pak se 30 minuta. Në këtë mënyrë, pra pas kësaj, unë po të lag këtë dorën këtu për shembull, me pak ekstrakt, kjo edhe lëkurën e dorës fillon që ta ndryshoj pak ngjyrën e saj. Nëse do ta mbajmë kështu afërsisht tek floku, kjo do filloj me të vërtet jo vetëm që të më ushqej pak flokun, por të ngacmoj edhe folikulat, ato rrënjat e tyre, në mënyrë që elementët ushqyes të na kalojnë lehtësisht e floku, plus edhe nxirjes që do t'i japi kjo nga jashtë tubit të flokut, do të më realizoj një zbutje, një zbehje të flokëve me ngjyrë të bardhë. Mbasi i kemi shplar flokët pas 30-40 minutash, neve mund të marrim vaj kokosi, mund të themi sa 1 deri në 2 kokra lajthie, e përhapim mirë në dorë dhe mandej pastaj i kalojmë dhe i japim një masazhim flokëve. Çfarë mund të përdorim tjetër gjë? Veç këtij ekstrakti të arrës, neve mundet që të shfrytëzojmë ekstraktin e arve edhe në rastet kur lëkura fillon të pësoj një zbardhje të lehtë ose atë të vitiligos. Në këto raste, ne marrim një ekstrakt të fortë të arrës dhe e përdorim duke ngjyrosur, si thuash, të gjitha pullat e bardha të lëkurës me këtë ekstraktin e fortë të arrës. Që do thotë, merret ky ekstrakti, i largohet një pjesë e mirë e alkoolit dhe kjo pjesa si e nxirr, si katran i zi, vendoset në pjesën e vitiligos. Këto na ndihmojnë më së miri nga zbardhja e lëkurës, pra nga një lëkurë me ngjyrë të bardhë dhe lëkurë normale, paka shumë ngjyra e lëkurës edhe në pjesën me vitiligo do filloj që të afrohet dhe të barazohet me pjesën tjetër. Dhe le të vemi tek një histori me të vërtet shumë të lashtë shqiptare. Në një familje ndodh një fatkeqësi shumë e rënda dhe në fund të ceremonisë mortore duhej të përgatitej një ëmbëlsirë ku të ndahej, si thuash, hidhrimi me jetën, dhe njerëzit zgjodhen frutin e hidhur, kokrën e arrës së papjekur. Por që duhet të ëmbëlsohej që njeriu pra të shikonte përpara. Dhe pikërisht për idhëtirën e saj, për hidhrimin e saj që u zgjodh arra, ngeli që atëhere që kjo ëmbëlsirë e përgatitur me shumë kujdes për një kohë shumë të shkurtër, të ngelej si një traditë shqiptare glikoja e arrës. E si përgatitet kjo? Merren kokrat e arrës deri nga data 10 qershor, kur kjo të mos jetë kockëzuar dhe kur frutat të shpohen lehtë me thik ose me pirun. Pra, i shpojmë, në fillim marrim afërsisht me thik, presim fundin dhe majën. Ka plot të raste që e qërojnë kokrën e arrës, por unë do të thoshja mos e qëroni atë, sepse në cipën e arrës së njom qëndron jodi dhe në brendësitë saj vitamina C dhe shumë mikroelementë të tjera. Atëhere, për t'i marrë këto mikroelement, kaq të domosdoshëm për organizmin, unë do të thoshja kështu. Për të gjithë ata që vuajnë nga tiroidet, që kanë mungesë jodi, le ta përgatisin arrën e njom në këtë mënyrë. Marrim frutin, e shpojmë me pirun, pra e shpojmë 2-3 herë kështu, në të tërë perimetrin e saj,
dhe i vendosim në një kavanoz. Mandej, fillojmë këtyre arrave që ne kemi përgatitur kështu në këtë mënyrë. Nëse ne do t'ju shtojmë mjaltin, i mbyllim dhe i lëm në një ambient të errët për rreth 40-45 ditë. Ose, po ta hapim neve atë kavanozin, të kemi vënë re që kokrat e arrës ta kenë ndryshuar atë ngjyrën e tyre, pra kokrat ta ketë ndryshuar atë ngjyrën, dhe këtu neve të marrim një kokër në 2 ditë, ose pak nga mjalti që ndodhet në brendësi të kavanozit, sa një lugë çaj, atëherë njerëzit fillojnë që ta marrin në mënyrë të vazhdueshme aq sasi jodi sa ka nevojë organizmi. Në këtë mënyrë, ne do fillojmë të plotësojmë mangësitë e organizmit për jodin, por nuk ndalemi vetëm këtu. Në brendësi të këtyre kokrave të njoma, që ndodhet jodi që është shumë i dobishëm për organizmin, megjithëse është një mikroelement, ndodhet edhe seleni, i cili përmirëson funksionin e tiroideve. Pra, që të dy këto mikroelement, ne i marrim sidomos kur kokrën e vendosim në mjalt. Nuk është mirë që në një kavanoz të hedhi më shumë se 3-4 kokra arra, për faktin se mbyll shpesh neve kavanozin, atëherë kjo do të na oksidohet. Jodi. E prandaj, me 3-4 kokra, ne e hapim këtë kavanozin 6-7 herë gjatë një muaj, e mbarojmë dhe trupit i kemi dhënë jod dhe vitamin C të mjaftueshme për mirë funksionimin e tij. Ky ishte emisioni për sot. Shpresojmë t'ju kemi ndihmuar me informacione për arrën dhe mënyrën se si juve duhet ta përdorni atë në kushtet e shtëpisë. Çaju mori atë ngjyrën e floridit, e po ta lëm akoma, do filloj që të na afrohet tamam tek kjo ngjyra e arrës. Mirupafshim në emisionin e radhës tjetër.